të pak si masi. Po, okej, le të përfundojmë. Trajner, unë e kam veç një telashe. Pa tjetër unë menej që Gjaka është në mesin e lejtarëve nashta që të fundit, është i fundit, që mujna me arsyetu që nuk ardhë me lu për Kosovë. Nuk konë situata, viti, jena pranu në UEFA, kampionati evropian ofër, jenë konë shumë zhvillime. Apet nuk e dina komplet historinë se s'kan kallëzu kur, po është i fundit që mujna me arsyetu. Në bindjen tem, as një lejtar, pas Gjakës, që ka ardhë, do më thonë që luajnë për Zvicrën nëse për kombëtarët e tjera, nuk duhet me u kthy me një farë idolit të trive shqiptarë. Unë menej që idol i trive shqiptarë të Kosovës, për shembull, duhet me konë Albian Hajdari, Lën Avdullah, Fisni Kastani. Që kjo është bindja jam. Edhe dilemën e kam, që nëse nesër një lejtar i thët jo Kosovës, edhe Shqipnis, edhe shkon luajnë për Zvicrën, edhe me një ndeshje, qoftë ajo edhe me Serbin, e bën Shqiponjen. Tasha kena mu kthy na krejt me dasht ato, edhe harrojna çka ka thonë. Apo kupton, që kjo është dilema jam edhe që kjo është fakti. Arsyeja pse unë nuk e pëlqej Zvicrën. Po veç kjo nuk është argument që apo thu ti në sulmu Gjakën. Nuk kem të sulmu absolutisht unë. Po flas për Gjakën absolutisht. Unë po them, arsyeja pse unë jam kundër